Përshëndetje nga edicioni informativ i ekranit të Blu Televizion, do ndalemi pikërisht tek panajiri që zhvillohet në Prishtinë International Tourism Fair Kosova, ku marrin pjesë 400 kompani nga vendi dhe bota. E pranishme në panajir dhe Regina Group, e cila prezantohet me një gamë të plot shërbimesh, nga rjeti i hotelerik të Regina Boats, Regina Taxi dhe Regina Construction. Më 17 dhe 18 prill në Prishtinë zhvillohet edicioni 5 i panajirit ndërkombëtar të turizmit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të turizmit në rajon. Panajiri organizohet nga Unioni i Turizmit Kosovës nën patronazhin e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, me mbështetjen e Komunës së Prishtinës dhe partnerëve të tjerë institucional e ndërkombëtar. Në panajir marrin pjesë mbi 400 ekspozues nga 20 shtete, duke kthyer atë në një platformë të rëndësishme për promovimin e destinacioneve, takimet, prezantime tematike dhe dialogun mes aktorëve kryesor të industrisë turistike. Panajiri po mbahet në ambientet moderne të Prishtina Mall, me 3000 m2 hapësirë të brendshme, ekspozimi dhe 5000 m2 hapësirë të jashtme, duke krijuar kështu për një pjesëmarrje të gjerë të agjencive turistike, turoperatorëve, hoteleve, restoranteve, fermave agroturistike, prodhuesve artizanal, bashkive dhe shoqatave të turizmit nga rajoni dhe më gjerë. Organizatorët theksojnë se objektivi kryesor është krijimi i mundësive reale për promovimin e turizmit të Kosovë në rajon dhe në tregje më të gjera ndërkombëtare. Pjesë e këtij eventi është edhe Regina Group, e cila prezantohet nga zoti Vasil Bedini në rolin e presidentit të kompanisë, por dhe si kryetari i shoqatës së turoperatorëve të Jugut. Pjesëmarrja e Regina Group në këtë panajir vjen si një mundësi e rëndësishme për të përfaqësuar ofertën turistike shqiptare, veçanërisht potencialin e jugut të vendit, në një skenë ku takohen operatorë, institucione dhe investitorë nga i gjithë rajoni. Panajiri ka ardhur duke u zgjeruar nga viti në vit, sipas të dhënave të publikuara nga organizatorët. Edicioni i parë në vitin 2022 mblodhi 121 ekspozues nga 7 vende, ndërsa në vitin 2025 panajiri arriti në 340 biznese pjesëmarrëse nga 16 shtete. Kjo rritje e vazhdueshme ka kthyer atë në një nga panajiret më të mëdha të turizmit në Ballkan, me fokus të qartë në bashkëpunimin rajonal, promovimin e destinacioneve dhe nxitjen e partneriteteve të reja në industrinë turistike. Pjesëmarrja e subjekteve shqiptare në këtë panajir merr një rëndësi të veçantë në një moment kur turizmi rajonal po kërkon më shumë lidhje, më shumë rrjete bashkëpunimi dhe më shumë prezencë të organizuar në treg. Në këtë kuadër, prezantimi i Regina Group dhe përfaqësimi nga zoti Vasil Bedini shihet si një vlerë e shtuar për promovimin e ofertës turistike të jugut, por dhe për forcimin e zërit të operatorëve shqiptar në një forum ku turizmi nuk prezantohet vetëm si destinacion, por si industri me ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik. Me 99 votat të avokatëve, Durim Bajramaj është rizgjedhur në krye të dhomës vendore të avokatisë së Vlorës. Në garë për kreun e dhomës edhe avokati Elona Mone dhe avokati Genti Ymeraj. Durim Bajramaj 99, Elona Mone 5 dhe Genti Ymeraj 5. U zhvilluan këtë të premte zgjedhjet e kryesisë së dhomës së avokatisë Vlorë. Në garë për kreun e kësaj dhome, ishte ish kreu i kësaj Durim Bajramaj, avokatja Elona Mone si dhe avokati Genti Ymeraj. Avokatët kanë votuar me parimin një antar një votë dhe në mbyllje të gjithë procesit rezultoi fitues Durim Bajramaj, i cili ka marrë plot 99 vota, ndërsa të limituara votat ishin për 2 kandidatët e tjerë, përkatësisht 5 dhe 3 vota. Në mbyllje të gjithë procesit, Bajramaj ka falëndëruar të gjithë pjesëmarrësit në votim, ndërsa për Blu Televizion, kreu i ri mandatuar kërkoi më shumë vëmendje për reformën në drejtësi, si dhe rishikimin e hartës së gjyqësore, e cila sot sipas tij ka krijuar shumë problematika, si për gjyqësorin ashtu edhe për qytetarët shërbim kërkues. Aktiviteti që u bë sot, rizgjedhja, procesi? Po, është e vërtet, sot dhoma vendore e avokatisë Vlorë kishte procesin e votimit për zgjedhjen e organeve drejtuese, për kryetar, sekretar dhe antar të këshillit të përgjithshëm në pranë dhomës kombëtare të avokatisë. Si kandidat për kryetar ishim 3, nga procesi i votimit rezultoi që fitues të isha unë. Ishte një besim i madh që më dhanë kolegët e dhomës avokatisë Vlorë për në mandatin e dytë. Është një fitore thellë që më vë para një përgjegjësie shumë të madhe
për t'i përfaqësuar denjësisht të gjithë kolegët e dhomës vendore Vlorë. Për këtë mandat të dytës, cilat janë qëllimet dhe objektivat tuaja? Shiko, për mandatin e dytë, sepse ne kemi shumë punë të lëna për gjysëm, një nga prioritetet kryesore të mjet do të jetë harta gjyqësore, sepse siç e dini, gjykatës së Vlorës janë larguar 2 gjykata, jemi në një kolaps total të sistemit drejtësisë për sa i përket gjykimeve të çështjes, dhe dhoma vendore e avokatisë Vlorë ka qenë pararoj në ngritjen e zërit për rishikimin e hartës gjyqësore, sepse tashmë siç e dini të gjithë, harta gjyqësore ka dështuar. Do të vazhdojmë ta ngrëmë me forcë zërin tonë si dhomë për t'u sjellë qytetarëve vlonjat ato institucione që ju larguan pa të drejtë. Gjithashtu ka dhe shumë punë të tjera dhoma e avokatisë Vlorë për të ngritur rolin e avokatit karshi institucioneve të tjera dhe për të vlerësuar aty ku i takon avokatisë shqiptare. Ndërkohë, po këtë të premte, u votua edhe për strukturat e kryesisë të dhomës së avokatisë së Vlorës. Rikthehemi me Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit, i cili ndërhyr për prishjen e një banese të ndërtuar mbi kanalin e ujërave të larta në qytetin e Vlorës. Sipas autoriteteve, objekti i palishëm pengonte funksionimin normal të kanalit kullues, duke shkaktuar problematika, veçanërisht në situatat me rreshje të dendura shiu. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë për prishjen e një banese të ndërtuar në mënyrë të palishme mbi një kanal të ujërave të larta në qytetin e Vlorës. Sipas autoriteteve, objekti në fjalë pengonte funksionimin normal të kanalit kullues, duke shkaktuar problematika të vazhdueshme, veçanërisht gjatë periudhave me rreshje të dendura shiu. Prania e kësaj ndërtese mbi kolektor kishte rritur ndjeshëm rrezikun e përmbytjeve në zonë, duke vënë në vështirësi banorët dhe infrastrukturën përreth. Situata të tilla janë përsëritur disa herë ndër vite, ku qyteti është përballur me përmbytje masive dhe serioze, kryesisht si pasojë e bllokimit të kanaleve kulluese nga ndërtime të palishme. Imo të bën me dije se aksioni për pastrimin dhe çlirimin e kanaleve të ujërave të larta do të vijojë edhe në ditët në vijim. Qëllimi është rikthimi i funksionimit normal të rrjetit kullues dhe parandalimi situatave të rrezikshme që mund të shkaktohen nga rreshjet intensive. Autoritetet theksojnë se ndërtimet e palishme mbi kanalet dhe kolektorët kanë qenë ndër shkaqet kryesore të përmbytjeve në qytet, duke sjellë pasoja të konsiderueshme ekonomike dhe sociale. Për këtë arsye, strukturat përkatëse përfshirë IMT-n dhe IKMT-n janë të angazhuara në një plan të gjerë ndërhyrjesh për shembjet e këtyre objekteve, si dhe rikthimin e sigurisë për komunitetin. Ky aksion synon jo vetëm zgjidhjen e problematikave aktuale, por edhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për respektimin e ligjit, si dhe shmangjen e ndërtimeve të palishme në zona që rrezikojnë jetën dhe pronën e tyre. Mbetjet e shumta inerte, madje edhe bagti të ngordhura janë depozituar në anë të rrugës përgjatë aksit Vlorë-Sherish, duke krijuar jo vetëm situatën problematike, por njëkohësisht rënditse për zonën. Kjo shoqërohet me heshtjen e institucioneve përgjegjëse. Mbetje të shumta inerte deri dhe bagti të ngordhura të depozituara në anën e rrugës në aksin Vlorë-Sherish. Në një vëzhgim të kryer nga Blu Televizion vëre re një skandal i madh për sa i përket depozitimit të mbetjeve, por mbi të gjitha edhe bagtive të ngordhura, të cilat në fakt duhet të groposen dhe të mos lihen në anë të rrugës, pasi përbëhen edhe burim infeksioni për qytetarë të ndryshëm. Duket se situata e tillë vijon prej kohësh në këtë aks rrugor, ndërsa mbetjet depozitohen her pas here pa u larguar thuajse asnjëherë. Mbetje të shumta inerte dhe madje bagëti të ngordhura janë depozituar në anë të rrugës përgjatë aksit Vlorë-Sherish, duke krijuar një situatë problematike dhe njëkohësisht rënditëse për zonën. Pamjet në teren tregojnë grumbuj të konsiderueshëm mbetjesh urbane dhe inerte, të cilave u janë shtuar edhe kafshët e ngordhura, të hedhura pas një kriter higjieno-sanitar. Këto të fundit përbën një rrezik serioz për shëndetin publik, pasi sipas rregullave duhet të groposen dhe të trajtohen në mënyrë të kontrolluar për të shmangur përhapjen e infeksioneve. Situata bëhet edhe më shqetësuese nga fakti se mbetjet kanë dalë deri në rrugë, duke penguar lëvizjen e automjeteve dhe duke rritur rrezikun për aksidente. Drejtuesit e mjeteve përballen çdo ditë me vështirësi në qarkullim, ndërsa era e rëndë dhe ndotja e ambientit janë bërë të padurueshme për banorët e zonës. Duket si kjo gjendje vazhdon prej kohësh edhe deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë masë konkrete për pastrimin dhe rehabilitimin e zonës.
Mungesa e ndërhyrjes nga institucionet përgjegjëse ka bërë që ky segment rrugor të kthehet në një vend të palishëm depozitimi mbetjesh, edhe pse nuk ka një funksion të tillë. Shqetësimi rritet dhe më tej nga dyshimet se bagëtitë e ngordhura mund të kenë qenë të sëmura, çka e bën situatën edhe më të rrezikshme për përhapjen e sëmundjeve dhe ndotjen e mjedisit përreth. Ajo çfarë kërkohet është ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për pastrimin e zonës, largimin e mbetjeve dhe marrjen e masave ndëshkuese ndaj personave që depozitojnë në mënyrë të palishme mbeturinat dhe mbetjet shtazore në këtë aks rrugor. Shumë institucionet e cilat janë në funksion në Vlorë gjenden në godina të amortizuara. Një ndër to është edhe ish godina e kadastrës, e cila prej vitesh qëndron e mbyllur pa asnjë funksion real. Folu shpesh për vendosjen e të disa institucioneve, por gjithçka e mbetur në letër. Shumë institucione të cilat janë në funksion në Vlorë gjenden në godina të amortizuara, plot lagështi dhe kushte të papërshtatshme për qytetarët dhe personelin, por nga ana tjetër në Vlorë takon edhe një tjetër realitet. Vitet e fundit nga qyteti bregdetar janë larguar disa institucione dhe godinat ku këto institucione kanë funksionuar më parë sot janë të boshatisura. Praktikisht kemi institucione funksionale me godina të papërshtatshme e të tjera ambiente në kushte të duhura, por që janë bosh. Një ndër to është edhe ish godina më pashme kadastrës së Vlorës, e cila prej disa vitesh qëndron e mbyllur dhe pas që funksion më. Shumë prej godinave në Vlorë, të cilat deri pak vite më parë kanë patur një funksion të caktuar, sot pas largimit të institucioneve përkatëse kanë shkuar drejt degradimit dhe shkatërimit. Shembull i qartë i kësaj situate është godina pas shpinës time, të gjithë e njohin si ish godina e kadastrës apo zyrës së pronave në Vlorë, e cila prej pak vitesh nuk po funksionon, por gjithashtu ka rënë prej dëmtimeve të shumta. Ish godina e kadastrës, nëse do të gjendej dakordësia mes pushtetit lokal dhe ministrisë, mund të shërbente fare mirë për vendosjen aty dhe funksionimin e institucioneve në Vlorë që nuk e kanë një godinë të saktë, por ndërkohë prej më tepër se 3 vitesh qëndron e mbyllur. Xhama të thyer, kangjëlla të shkullura prej vendit, një pjesë e fasadës së jashtme të rrëzuar. Ky është imazhi që sot kjo godinë të ofron. Për shkak të mbylljes, lagështia po pushton të jetej godinën dhe ambientet janë dëmtuar edhe në brendësi të tyre. Nëse do të vijojë të qëndrojë e mbyllur edhe për shumë kohë, kjo godinë rrezikon të tjera dëmtime, duke u kthyer në të papërshtatshme për funksionim. Është folur shpesh herë që në të do të vendosen disa institucione të qytetit, por diçka e tillë ka mbetur ende në letër. Ndalemi tek turizmi ku ujërat e kristalta, trashëgimia e lashtë dhe kostot e ulta po e kthejnë Shqipërinë në yllin e ri turistik të Europës. Kështu shkruan Travel and Tour World, sipas së cilës Shqipëria po hyn në një fazë të fortë të rritjes të turizmit në vitin 2026. Shqipëria po hyn në një fazë të fortë të rritjes të turizmit në vitin 2026 sipas Travel and Tour World. Vendi nuk shihet më si një cep i pazbuluar i Europës, por si një destinacion që po shndrohet në një konkurrencë serioz në tregun turistik të Mesdheut. Bizneset turistike po zgjerojnë me shpejtësinë të gjithë vendin e Shqipëria po pozicionohet si një destinacion modern, por njëkohësisht autentik. Një nga faktorët kryesor pas rritjes së turizmit të Shqipërisë është Bregdeti i saj. Rivira shqiptare është tashmë një pikë kryesore të rejse për turistët nga gjithë bota. Ujërat e kaltrat të kristalta, plazhet e qeta dhe shkëmbinj dramatik e karakterizojnë këtë rajon. Qytetet bregdetare po përjetojnë një rritje të shpejtë të numrit të vizitorëve, ndërsa fshatrat të vegjël po shndrohen në destinacione të preferuara pushimi. Udhëtarët e zgjedhin këto zona sepse janë më pak të mbipopulluara se destinacionet e tjera të Mesdheut. Turizmi i plazhit po luan një rol qendror në historinë e rritjes së Shqipërisë dhe po ndihmon vendin të ndërtojë një identitet të fortë në tregjet turistike europiane. Ndërkohë Shqipëria po fiton gjithashtu vëmendje për pasurinë e saj kulturore dhe historike. Rënojat e lashta, kështjella dhe sitet e listuara në UNESCO po tërheqin turistë ndërkombëtar. Qytetet historike pasqyrojnë ndikimet shekullore të Ballkanit nga perandoria osmane tek ajo romake. Muzet dhe qendrat kulturore po presin gjithnjë më shumë vizitorë çdo vit. Turistët nuk po tërhiqen vetëm nga plazhet, por dhe nga interesi për të eksploruar historinë, arkitekturën dhe traditat vendase. Ky balancim po forcon pozicionin e Shqipërisë si një destinacion të plot turistik. Leonida Caushi është 67 vjeçaria nga Tirana, e cila frekuenton Vlorën çdo stin, ndërsa sfidat e temperaturave
i sfidon duke u larë në det e padyshim duke u marrë edhe me aktivitete fizike të cilat i konsideron çelës për një shëndet dhe mirëqenie. Çdo javë qytetin e Vlorës e vizitojnë me qindra pushues vendas të cilët vijnë nga qytete të ndryshme për të kaluar disa ditë. Leonid Acaushi, i cili e viziton Vlorën shpesh, e në Zhostin zgjedh plazhin, zgjedh të lahet në det, jo vetëm për pushime, por Acaushi thotë se qyteti mbretëror ka të preferuar, duke mos e ndëruar me asnjë qytet tjetër. Ai krahas Tiranës ku jeton, ka bler tashmë një shtëpi edhe në Vlorë, pasi siç thotë edhe vet, nuk ndahet dot nga ky qytet. Acaushi zgjedh që pavarësisht moshës të sfidoj temperaturat jo shumë të favorshme të ditëve të fundit duke u larë në det. Unë vi nga Tirana. Nga Tirana. Po. Vini shpesh në qytetin mbretëror? Po kam shtëpi këtu edhe. Vi të paktën çdo një muaj tani dhe mbi çdo 15 ditë. Pse ke zgjedhur Vlorën për pushime apo edhe për të qëndruar? Po thash pra, jemi e fat që e kemi. Jo për të qëndruar, për pushime. Megjithëse temperaturat nuk janë shumë të larta, Po, kemi zgjedhur të larin det. Nuk e kemi problema se në Tiranë kemi liqenin, këtu kemi detin dhe kështu që i ftohtë është, po i mirë për mua. Kështu që Çfarë pëlqen më tepër këtu? në Vlorë. Po. Po deti mbi gjitha, klima, fiskultura, vrapi që bëjmë dhe na pishat, na zvërneci, ndërtimet, rregullimet që bëhen, çdo gjë që bëhet moderne, bëhet për të mirën e tonë, sepse turizmi që vjen lë lek, e këto ndërtimet që bëhen, do vinë të lënë lek ata njerëzit. Edhe ato lek, i do të marrin shqiptarët, i merr shteti me taksa, me gjitha, janë zinxhir. Të preferuar sigurisht që ka detin dhe klimën, ku siç tregon edhe krahas notit, shfrytëzohen edhe për aktivitete të tjera fizike, si gjimnastik apo vrap. Me profesion më parë ka qenë ushtarak, teksa vitet e pensionit ka zgjedhur t'i kalojë në Vlorë. 67 vjeçari pohon se deti, noti, klima e mirë, aktiviteti fizik e gjimnastika janë arsyet përse sot ai gëzon një shëndet të mirë, duke këshilluar edhe për të rinj që të ringrihen nga kafenet, të qëndrojnë larg veseve e të kujdesen për shëndetin. Ky aktivitet fizik ju bëni ju ndihmon për shëndetin? Po patjetër. Unë jam rreth 67 vjeç. Jam 67 vjeç dhe kështu që. Është arsyeja e një shëndeti të mirë? Po patjetër. Ke një mesazh për të rinj? Po të ikin në lokalet. Ta lën cigaren, ta lën ata alkolin, të shikojnë të libri, të shikojnë të aktiviteti sportiv. Ato janë. Qyteti i Vlorës krahas qendra pushuesve vendas që e vizitojnë çdo javë, e veçanërisht fundjavave, është kthyer në një pikë referimi edhe për dhjetra turistë të huaj që zgjedhin Vlorën për pushime çdo ditë. Aplikim online dhe leje provizore brenda një dite pune. Qeveria shqiptare ka miratuar një paketë ndryshimesh në rregulloren për të huajt me synim uljen e burokracisë dhe përafrimin me standardet europiane. Qeveria shqiptare ka miratuar një paketë të gjerë ndryshimesh në rregulloren për të huaj duke synuar uljen e burokracisë, rritjen e transparencës dhe përafrimin me standardet europiane në administrimin e migracionit dhe tregut të punës. Në thelb të reformës qëndron digitalizimi i procedurave, ku një pjesë e madhe e aplikimeve do të kryen online përmes portalit qeveritar e-Albania. Autoritetet përgjegjëse për kufirin dhe migracionin do të kenë afate më të shkurtra verifikimi, duke reduktuar ndjeshëm pritjet dhe pasiguritë për aplikantët. Njërisi e menjëhershme është pajisja menjëhershme me leje provizore brenda një dite pune për çdo të huaj që aplikon për leje qëndrimi, duke i garantuar qëndrimin e lishëm deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Ndryshimet prekin dhe standardizimin e dokumentacionit, janë përcaktuar qartë kriteret për fotografitë biometrike, ndërsa shtohet detyrimi për vetdeklarim të gjendjes gjyqësore. Një vëmendje veçantë është kushtuar tregut të punës, ku vendimi parashikon rregulla më të qarta dhe procedura të dedikuara për kategoritë të caktuara, si punëtorët e shtëpisë. Për këta të fundit, si dhe për kategoritë të tjera, kërkohet miratimi i punësimit online nga Agjencia Kombëtare e Punësimit, ndërsa të huajt detyrohen të regjistrohen në sistemin e shërbimeve të punësimit brenda 10 ditëve nga pajisja me kartë biometrike. Vendimi sjell lehtësira dhe për rinovimin e lejeve të qëndrimit dhe për rastet e bashkimit familjar.
Një risi e rëndësishme është dhe përcaktimi I qartë I procedurave për shtetasit e Bashkimit Evropian që qëndrojnë në Shqipëri më shumë se 3 muaj. Ata do të pajisjen me një certifikat regjistrimi e cila lëshohet pa tarif dhe përmes aplikimit online, ndërsa familjarët e tyre që nuk janë shtetas të BE-s do të përfitojnë këtë qëndrim të posaçëm me procedura të përshpejtuara. Ndryshimet synojnë të krijojnë një sistem më të qartë, më të shpejtë dhe më të besueshëm duke rritur kontrollin institucional, por njëkohësisht duke lehtësuar ndjeshëm barrën administrative për individët dhe bizneset. Mbrojtja e mjedisit testi që Shqipëria ende duhet të kalojë. Edhe në raportin e fundit të progresit nga Komisioni Evropian, vendi nuk arriti të merrte një notë kaluese bindëse. Mbrojtja e mjedisit është testi që Shqipëria ende duhet kalojë edhe në raportin e fundit të progresit nga Komisioni Evropian, vendi nuk arriti të merrte një notë kaluese bindëse. Një sondazh kombëtar I kryer me mbështetjen e Bashkimit Evropian nxjerr në pa një endek të qartë mes shqetësimit për mjedisin, njohurive dhe praktikave të përditshme në Shqipëri. Sipas sondazhit, vetëm 24% e qytetarëve thonë se janë të njohur me konceptin e biodiversitetit, por shqetësimi rritet ndjeshëm pasi koncepti shpjegohet. 68% shprehen të shqetësuar për dëmtimin e biodiversitetit në Shqipëri, po ashtu vetëm 33% kanë dëgjuar për ekonominë qarkulluese, çka tregon boshllëqe më të gjera në kuptimin e koncepteve mjedisore më të lidhura me politikat publike. Prej vitesh kapitulli 27 është kthyer në pengesë për Shqipërinë në rrugën e antarësimit në Union. Pavarësisht kritikave, institucionet në vend kanë bërë pak ndaj për t'i dhënë një tjetër ovë. Përpjekjeve në drejtim të parandalimit të ndotjes ka nisur të mendojë vetë komisioni. Sipas analistëve, një rol më proaktiv do të nënkuptonte jo vetëm hartimin e politikave, por dhe monitorimin e zbatimit të tyre në praktik. Kjo lidhet me krijimin e platformave konkrete për investime, lehtësimin e procedurave burokratike dhe garantimin e transparencës për emigrantët që duan të kontribuojnë në Shqipëri. Ekspertë të mjedisit dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare argumentojnë se për të pasur sukses në mbrojtjen e mjedisit duhen rritur kapacitetet teknike dhe financiare për të parandaluar ndotjen. Sipas ekspertëve, e njohur si një nga pikat më të rëndësishme të biodiversitetit në Evropë, Shqipëria strehon një shumëllojshmëri të pasur ekosistemesh dhe speciesh endemike. Zonat e mbrojtura përfshir parqet kombëtare, pyjet, ligatinat dhe ekosistemet bregdetare, luajnë një rol thelbësor në mbrojtjen e biodiversitetit dhe në rritjen e qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike. Në të njëjtën kohë, këto ekosisteme janë në presion nga ndotja, krimi mjedisor dhe zhvillimi I paqëndrueshëm. Gjatë dekadës së fundit Bashkimi Evropian ka investuar më shumë se 280 milion euro në sektorët e mjedisit, ujit dhe klimës në Shqipëri. Policia njofton se gjatë 24 orëve për vepra të ndryshme penale ka vënë pranë nga një shtetas, ndërsa ka referuar në prokurori 3 të tjerë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Komisariatit të Policisë Sarand arrestu në flagrant shtetasin VH 47 vjeç banues në fshatin 6, pasi u kap në rrugën Skënderbeu duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në drejtorin vendore të Policisë së Vlorës referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin KL 72 vjeç banues në Fier, pasi në aksin në rrugor. Mifol Vlorë duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin dhe përpasoj ka përplasur shtetasin italian GB I cili lëvizte me biciklet. Shtetasi GB po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu referuan materiale në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi FR banues në Vlorë se në rrugën Gjergj Araniti, automjeti I tij është goditur nga mbrapa nga një automet tip Volkswagen, drejtuesi të cilit është larguar nga vendi I ngjarjes. Punohet për identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të këtij automjeti. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarand referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin PA 30 vjeç banues në Sarand, pasi për motive të dobta ka kanosur me fjalë shtetasit LR, JR dhe KJ banues në Sarand. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme. Pas më shumë se një muaj përgatitje, Teatri I Kukullave, pjesë e Qendrës Kulturore Vlorë, vijon me shfaqjen Ku janë ëndrat, e cila për të veçlit përcjell mesazhin se nuk duhet të heqin dorë nga ëndrat dhe dëshirat që kanë. Në sallën e kinemas në Pallatin e Kulturës është lançuar premiera më e re e Teatrit të Kukullave, e titulluar Ku janë ëndrat. Premierë e cila ka mbushur totalisht sallën me vogëlushët që kanë ardhur për të parë shfaqjen e re. Të vegjëlit shprehen tepër të emocionuar për këtë shfaqje, të cilën do ta ndjekin për herë të parë. Sipas fëmijëve në Teatrin e Kukullave vijnë shpesh pasi u pëlqen çdo shfaqje.
Fëmijët e kopshteve të qytetit tregojnë edhe shfaqjet e tyre të preferuara si dhe personazhet që kanë më shumë qejf. Po. Shera e parë që kanë të shikosh apo i shikon? Bukur. Pëlqen? Të preferon, cila është faqja ose teatri që do më shumë? Mashë. Të pëlqen teatri? Po. I gjithmonë ku apo është era e parë? Era parë. Çfarë të pëlqen? Vëndi. Kush? Vëndi. Është era e parë që vinë ku apo vinë gjithmonë? Po Viktor. Iki në restoran me mamën e me babin me familje. Si ja kalon? Mirë. Më pëlqen. Kush është personazhi i preferuar? Ku janë ëndrat. Vinë gjithmonë, ndjek gjithmonë teatri? Po. Kënaq? Po, kënaqem. Kënaqem shumë. Ku janë ëndrat. Po. Po. Me zi po pret që të filloj shfaqja, jam shumë e lumtur. Vinë gjithmonë ku apo është era e parë? Është era e parë. Pëlqen teatri ku po? Po më pëlqen. Çfarë të pëlqen? Filmat e bukur dhe personazhet. Keni një shfaqje të preferuar? Jo. S'ka. Po. Po. Kush të pëlqen më shumë? Kur si barletit që bëj si barelin. Ku si balerin? Po. Po bëj një kërcim, një pak. Tepër i kënaqur me këtë pjesëmarrje shprehet edhe regjizori i Teatrit të Kukullave, Eduard Ismaili. Ismaili tregon se as salla e madhe e kinemas nuk mjafton pasi interesi është i lartë dhe për këtë arsye kjo shfaqje do të vihet në skenë disa ditë me radhë. Nëse do të ketë interes, regjizori tregon se trupa e Teatrit të Kukullave do të performojë edhe në kopshtet apo klasat fillore të qytetit. Shfaqja e re titullohet Ku janë ëndrat, ka të bëjë më shumë me që fëmijëve nuk do të mbajmë ëndrat të ndrydhim, po duhet të lëmë që ata të ëndërojnë, të jenë të hapur dhe të bëjnë realitet ato ëndra. Dhe kjo pjesë për atë flet është pak pjesë po themi groteske në atë aspekt sepse ka kukulla që nuk janë reale, por besoj se fëmijët e kuptojnë atë që ne do të themi fabulën e pjesës. Sot pjesëmarrja është më shumë se që ne kishim menduar. Do përpiqemi që gjithë ardhja e tyre mos të shkojë kot, po të kënaqen edhe ne do bëjmë maksimumin që pjesa të vejë mirë edhe në ditën e vazhdim. Jeni zhvendoste sallë madhe dhe kjo nuk ju del. Po, nuk më del as sot janë shumë, dhe besoj që do të jemi deri nga mesjava tjetër. Pastaj në momentin që ne do shikojmë që ritmi po bie, do të marrim leje, mund të shkojmë dhe mund të japim dhe në ambientet e shkollave, nëse shkollat do të dëshirojnë pastaj. Do të mundohemi me pak mund nga ana jonë që mund të japim dhe në ambientet e tyre, nëse do jetë. Aja dini në Teatrin e Kukullave, ne do të jemi nesër dhe pasnesër të sallë e madhe, jemi presin në ora 11, ku janë ëndrat. Pas më tepër se një muaj përgatitje, Teatri i Kukullave, pjesë e Qendrës Kulturore Vlorë, vjen me shfaqjen Ku janë ëndrat, e cila jep mesazhin për të vegjëlit se nuk duhet të heqin dorë nga ëndrat dhe dëshirat që kanë. Bota po shkatrohet nga një grup tiranësh. Është ky mesazhi i fortë i Papës, i cili ka ngritur alarmin për gjendjen e botës. Miliarda dollar të shpenzuara për të vrarë dhe asnjë për të shëruar dhe edukuar. Mesazhi i Papa Leonit të 14. Mes mesazheve të forta për paqen, Papa ka ngritur alarmin për gjendjen e botës duke akuzuar se ajo po shkatrohet nga luftrat dhe interesat e ngushta të pushtetit. Gjatë një vizite në Bamenda, Papa Leoni deklaroi se miliarda dollar shpenzohen për të vrarë dhe shkatruar ndërsa mungojnë fondet për të shëruar, edukuar dhe rindërtuar shoqëritë. Ai kritikoi ashpër zotërit e luftës duke theksuar se shkatrimi mund të ndodhë në një moment, por rindërtimi kërkon vite, shpesh një jetë të tërë. Fjalimi i tij u mbajt në një zonë të tensionuar nga konflikti në Kamerunin në veri perëndimor, ku mijëra besimtar u mblodhën në heshtje për të dëgjuar mesazhin e paqes. Papa theksoi se pavarësisht konflikteve, solidariteti mes njerëzve mbetet forca që mban botën në këmbë. Vizita e tij u zhvillua nën masa të repta sigurie, ndërsa rajoni i shprekur nga një konflikt i gjatë mes qeverisë dhe separatistëve anglofon. Ai përshëndeti bashkëpunimin mes komuniteteve fetare duke vlerësuar faktin që kriza nuk është kthyer në një luftë fetare, por përkundrazi ka afruar më shumë të krishterët dhe muslimanët.
Papa bëri thirrje për unitet dhe përfundimin e dhunës, duke kërkuar një ndryshim të menjëhershëm. Ai gjithashtu denoncoi korrupsionin, varfërinë dhe shfrytëzimin e burimeve të Afrikës nga interesat e jashtme, duke i cilësuar këto si pengesa kryesore për zhvillimin. Në përfundim të vizitës, Papa lëshoi simbolikisht pluhma të bardhë si mesazh për paqe dhe pajtim, duke theksuar se vetëm përmes bashkëpunimit mund të ndërtohet një ardhme edhe më e qëndrueshme. Faleminderit për vëmendjen, duke ju përshëndetur dhe lënë në shoqërinë e programacionit në vijim. Mirupafshim.